Operacioni i quajtur Epic Fury shënon një prej ndërhyrjeve ushtarake më të mëdha të viteve të fundit. Presidenti amerikan Donald Trump e justifikoi sulmin duke thënë se Irani planifikonte të godiste i pari. Bazuar në mënyrën si po shkonin negociatat, mendoj se ata ishin gati të sulmonin të parat dhe nuk doja që kjo të ndodhte. E kundërta nga sa thuhet, u mundë ke nxitur Izraelin. Great negotiators, great people that do this very successfully. Trump pretendoi gjithashtu se Irani ishte afër përfitimit të një arme bërthamore dhe se programi bërthamor iranian tashmë shkatëruar plotësisht nga sulmet. Let me say that I've been saying for 25 years, even as a civilian. E kam thënë për 25 vitesh, nuk mund t'u lejohet të kenë armë bërthamore. Është shkatëruar, do të duhen vite përpara që ta ringjallnin. Sekretari i Mbrojtjes, Pete Hegseth, e përshkroi misionin me një gjuhë të prerë, duke renditur gjithashtu objektivat konkret të operacionit. The mission of Operation Epic Fury is laser focused. Misioni i operacionit Epic Fury është i qartë, shkatërrojmë raketat sulmuese iraniane, prodhimin e raketave, marinën e tyre dhe infrastrukturën e sigurisë dhe ata nuk do të kenë kur armë bërthamore. Nuclear weapons. Por deklaratat e administratës amerikane nuk u pritën pa skepticizëm. Sekretari i Shtetit Marco Rubio ofroi një justifikim të ndryshëm nga i Trumpit, duke theksuar rrezikun për forcat amerikane. Dinim se Izraeli do të vepronte dhe se kjo do të provokonte sulme kundër forcave tona. Nëse nuk godisnim para tyre, do të kishim humbje shumë të mëdha. Presidenti e mori vendimin e duhur. Pikërisht ky lloj arsyetimi është në qendër të kritikave të ekspertëve të ligjit ndërkombëtar. Profesori Marko Milanovic nga Universiteti Reading është kategorik në qëndrimin e tij. Sulmet janë të palishme. So the US-Israeli attacks are clearly illegal. There's really no doubt about it. Sulmet amerikano-izraelite janë qartësisht të palishme. Vetë mbrojtja sipas nenit 51 të kartës së OKB-s kërkon që Irani të ketë ndërmarrë ose të jetë gati të ndërmarrë një sulm. Nuk ka asnjë provë për këtë. Çdo vlerësim i inteligjencës thotë se Irani ishte vite larg nga aftësia për të goditur Shtetet e Bashkuara. Milanovic thekson se logjika e deklaratave amerikane bie ndesh me vetveten dhe nuk qëndron ligjërisht. Ndërkohë, ambasadori iranian në Kombet e Bashkuara i dënoi sulmet si agresion i paramenduar ndaj popullsisë civile. Shtetet e Bashkuara në koordinim me Izraelin ndërmorën një aksion të paarsyeshëm dhe të paramenduar kundër Iranit, duke sulmuar zonat banuara nga miliona njerëz. Qindra civil janë vrarë dhe plagosur. Nga pikpamja e ligjit humanitar ndërkombëtar, vrasja e udhëheqësit suprem Ali Khamenei ngre pyetje të veçanta. Profesori Milanovic bën një dallim të rëndësishëm ndërmjet statusit civil dhe pjesëmarrjes operacionale në luftë. And you can see this, by the way, from the shifting stories, for example. Khamenei dhe disa këshilltarë të tij, edhe pse civil, merrin vendime operacionale ushtarake, gjë që i bën pjesëmarrës të drejtë në armiqësi dhe objektiva të ligjshëm. Vrasja e tij ishte sipas mendimit tim e ligjshme sipas të drejtës humanitare ndërkombëtare, por vetëm brenda kuadrit të një konflikti të armatosur. Milanovic paralajmëroi gjithashtu për një rrezik më të gjerë, jo vetëm për viktimat civile, por edhe për vetë themelet e sistemit ligjor ndërkombëtar. Nga ish-Jugoslavia, e gjithë udhëheqja serbe përfundoi para një gjykate ndërkombëtare. Askush nuk e priste, por ndodhi. Ekziston mundësia që disa prej këtyre aktorëve të mbajnë përgjegjësi, edhe pse shumë vite më vonë. Por rreziku tjetër është që shkelet e përsëritura ta thyejnë vetë sistemin ligjor ndërkombëtar. Ndërsa konflikti vazhdon, Kongresi Amerikan po debaton nëse do t'u jap fund operacioneve ushtarake sipas rezolutës së kompetencave të luftës, megjithse pak besojnë se ka vota të mjaftueshme për ta anuluar një veto presidenciale. Bashkësia ndërkombëtare nga ana tjetër mbetet e ndarë dhe sipas ekspertëve, kundërshtimi popullor dhe presioni diplomatik mund të jenë kontrollet e vetme efikase mbi zgjerimin e mëtejshëm të konfliktit. Raportet tregojnë se si Mbretëria e Bashkuar apo Spanja kanë kufizuar përdorimin e bazave të tyre ushtarake për këto operacione, duke cituar mungesën e justifikimit ligjor ndërkombëtar.